E kuptoni vetë, po nuk e zgjasim, po të paktën e thot vërtetën që ke muri, e thot vërtetën që te muri, ja, urojmë gjithë të mirat, gjithë të mirat. Buongiorno, këtu në Itali, po votojnë të tanë për ty, Shkodrania jeme thot një mesazh, nuk e ka me mua. Qenë ka Shkodrania. Po. Mirëmëngjes, vota diasporës, diaspora voton kundër hajdutëve të prindërve, motrave dhe vëllezërve dhe rrethmitancave të tyre. Sa për njerëzit shpellarët, alpinët, këtë nuk do komentoj më humorin e Ramës, mëngjesi, jam një pacient, trajtoj me ilaçe nga infektivi, isha për të marrë ilaçet para një javë dhe më dhanë ilaçet të tjera nga ato që përdor, me justifikimin se nuk të lëm do të pa mjekim, por s'na kanë ardhur akoma ato ilaçe që përdor ti. Në më thanë e bajnë me... Po, me kështu, me ruletë ruse quhet kjo. Qëllon ka plumb brenda, qëllon s'ka fishek. Më kujtohet fëmiria kur dilim shëtisnin dhe për shtëpia për Bajram, kishte familje që kishin karamele, na idhin pak sheqer në dorë, pra mjafton të jetë diçka e ëmbël. Pra mjafton edhe diçka që s'të kthyen pa gjë nga spitali. Kjo është filozofi e bukur. Një kompliment për ju, faleminderit për rikthimin, thot mesazhi, për zonën Topalli. Për policit u bë vettingu, për politikanët jo, as testi i drogës nuk po bëhet, njerëzit po ikin nga halli. Me që jeni fushat po det paraqisë realitetin e familjeve në varfëri ekstreme, duke bërë gjithçka për të ndihmuar. Mundësi fotografimi ka plot tani, e vërtet. Vota e diasporës është për numrin 1, thot një mesazh nga jashtë. Buongiorno, thot Dini nga Italia. Thojnë Zojës Topallit të ndërhyj pak të KQZ se procedura e kthimit nuk është kaq e thjeshtë. Duhet me marrë në teleoperatorin e DL-s, sa të përgjigjen ca jo, kanë 3 ditë që po i pres me ardhë, po s'po duken. E dyta i kam shkruar për një takim në Rimini përmbyllës. Apo do vazhdoni apo s'ka më mundësi për takime? Emilianin. Emiliano, ju falënderoj shumë për mesazhin. Mos hezito për të marrë në telefon numrin që e keni tek fleta për vendin për kac, apo të shkoni të qendra më afër të DL-s. Është themelore vota juaj, dhe ju falënderoj për mbështetjen. Në shans për takim në Rimini? Në fakt janë shumë që më kanë thënë do vini në Rimini apo jo, është në të paktë qytetet që nuk kam arritur, do e shohim ditë e ardhshme. Nuk kam qenë në fakt në Rimini dhe keni shumë, gjithsesi unë ju falënderoj pavarësisht se kemi qenë për komunikimin që kemi patur. Po mund të gjem në tjetër, mund të gjem në një që është pak më i mundur për të shkuar në Rimini. Po do e shohim realisht. Edhe një tjetër urim nga Italia, vazhdojmë mesazhet nga Italia të shumta, mirëmëngjes dhe një përshëndetje për zonën Topalli, jetoj në Rimini, zarfi nuk ka ardhur akoma, rastësisht. Shpresojmë që të ndodhi sa më shpejt. Mirëmëngjes, nga DL më erdhi mesazhi do kalojnë me datë 22, por pa orar. Problemi është që do vinë e s'do na gjejnë. Shpresojmë që të vinë pas orës 18 që të jemi në shtëpi. Në Itali janë 91 shqiptarë që janë regjistruar. Është numri më i madh i shqiptarëve që është regjistruar. Ndaj dhe janë një blok elektoral që realisht kanë fuqinë për të bërë rotacionin politik. Por edhe ato që s'kanë pas mundësi për të regjistruar, kanë mundësin që të prenotojnë biletën dhe të vinë me 11 maj, mund vinë një fund jave edhe shohin familjet të tyre edhe të japin kontributin për vendlindjen e tyre. Ndërkohë një mesazh për materialin që sapo ndoqëm, kanë filluar kempet